Selam aleikum, thot Hoxh, a ban me u fal pasaportit edhe kur mund na më fal? Kjo është aleikum selam fillimisht, lutë Allahun që këtë provë të cilën e ke pas ti, normal abortin kam për qëllim abortin e paqëllimshëm që ka ndodhur për shkak të shëndetësore etj. Në momentin që pastrohesh edhe pse ka disa detaje, por në momentin që ndalet gjakderdhja, inshallah taala ki të drejtë dhe ke mundësi me nis me u fal. Thash, ka detaje të cilat duhet mi diskutuar dhe është mirë ti dhe çdo kush pasaportit me qyr a ka qenë fëmia e ka pas formën e njerit apo se ka pas akoma, ka qenë akoma do të thonë thjesht një fetus i vogël, 1 muj, 2 muj e kështu me radhë, këtë këto detaje, pastaj ndodh që edhe pse ka pak gjakderdhje gruaja mas këtij aborti, me pas të drejtë më fal pa problem. Mirë po, nëse është ma vonë, domethënë ka bën 4 muj, 3 muj, 4 muj, ka marrë formën etj, atëherë ndrojnë dispozitat. Gjithsesi, na themi në përgjithësi në momentin që ndalet gjakderdhja ja nisesh me u fal masi të marrësh gusull. Po për detaje më të imta është mirë me u kthy te ai Hoxha dhe me pyet detajisht për secilla grup për rastin e vet. Zoti ju rujt.